duhet të gjitha instancat, të fillu për Akademisë Shkencave dhe Arteve edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, të angazhohen që të unifikohet shpirti shqiptar, pavarësisht ajo në Shqipëri, ajo në Kosovë, në Maqedoni, dhe në këtë dimenzion jem duke qalu shumë, po krijohen 3 identitete për një kombi, sepse ju jeni dëshmitar që një numër shumë i madhe analistëve dhe politikajve që po e trombetojnë kombin kosovar, po gjë që është diçka tepër artificiale dhe jo natyrshme. Dhe ne duhet të i kundërvihemi këtyne ndasive, sepse nëse ne ndahme në Shqipëri, Kosovë, Macedoni, nëse ndahme në Drenic, Lap, Gollak, Dugaxhin, në Krajenore, atje Labaria, Shqipëria mes me jugut e veriut, nëse ndahme në fise që janë 12 fise, nëse ndahme në besime që janë 3 besime të mëdha dhe një shqiptaria si besimi 4, në atëhere po shkapërderdhemi. Unë e lidha pyetjen paka shumë me lidhë me natën e mëndrimeve moteve, se gjenata tona, kur ka dalë, po kur u hap televizioni i Prishtinës, për neve një shkendi e artit e kulturës, lindi paka shumë, nështë nuk gaboj nëse shprehim kështu. Mirë, po edhe para sajnë dhe ma sajnë gjërmojshëm shumë me lyp Tiranën, me lyp ata, me lyp këta. Me dantinat gota. Po, edhe që ata mendova thash, si të i dikon me krahasu atëhere, edhe tash jena bajegi si bashkim kombëtar, nukët. Po tash mundësit na u kanë rrit me qenë të bashkum. Bashkum. Po... A të kujtojt në i rast, në qëtë aspekt? Më kujtojt shumë mirë se ma përkujtut kur na e dhoshin dimenzionet nga Shqipëria si të konstruktojmë një antenë. Dhe unë në bazë të atyne ozimeve që i pata mare e bona, po nuk në e rëk edhe më dash me dalë në treg me ble një pisht gjatë, një ashtu, edhe me qitë mikullëm atje nalt, edhe disa fqin tonë aty, që ka po bënë aty, tashun e ka e moja ato aje edhe i shkun, altë gati ke shkardzën. Thash po mënojnë a shkupin me zonë. Tha pe dim, tha qëfar shkupi e të lypti. Tha me që vëllaj s'ka me dalë një. A të kujto humori i cimës i lecit e qomilit? Po, me antenë që lepshin. Po, lepshin. Ka posa një metafore ka posa. Atje treva e Malisheves edhe rrethi Dugaxhinit, i zinshin volte radio televizioni Tiranës, ne shkonim për fjesta e në kas për me i përcjell ato gjona, atër kemi pas ndalesa, kurse sot kur i kem të gjitha lirit dhe mundësit që të unifikohemi, të bashkohemi, të koordinohemi, ne për çdo ditë me tutje, vetëm sa po largohemi dhe sa po, dhe kjo është një shenjë jo i mirë për kombin tonë. Me ide, televizore nuk këna pas vitet 60-70, kur zonën me ba. Qysh e ke përjetu ti në atë kohë, krejt ma holla, kush ka pas televizor, një ka pas në krejt ma holla, për shambull. Për zotin, edhe në për lidhe me doktorin, sa atëherë dhe televizora shumë pa ka pas, po për supozoj në lagjët tam një televizor mëndzisi e banën, edhe aty të në u të bëj shumë, me festuhe një fest, pa mërë parasysh, qëfar feste, po tash po flasëm masër puna për vitëri. Po me gjitha ta, tash une në atë venin ku isha, edhe sikur që tha këme dhe antena, më nëshëm me zama Shqipërinë, nuk më shumë, se ish venja si se uj. Edhe mu më kujtohet e kemi pas një kushëre, po aj pej venit i Caralevës, edhe bashkë kushëre, po u largu e shiti tokën aty, edhe dul ma ofër, ma nalt me një ven, ofër zborcët në i thujmë, edhe aty është një naltësi e modhe, e aty ta i rëke, për vitëri, krejt ta i shkoj shumë, ramet i pas piti, pas në dijes, për me rukën... A ju zonë ekonomi kënë, por, pa i shqyqa, në neshëm adi, sot kort neshëm, se nuk në zonë ke, edhe taj, aty ta në ndajnë di shumë pat knëtsin, se nuk ishëm Beogradi këtu i rëke, po dushka
Shqip, jo, nuk, sa atëherë edhe pse filloi të më me vones një program i shkurt në gjuhën shqipe, po ish na e dim ton, ish me cenzurë, ish i limituar, edhe kështu ato e kujtojnë edhe aty ishte dashnia, kënaqësia më e madhe që do të na vjen në viteri, thon vërtet si fëmijë dhe pa e ditë fort çfarë rëndësie ka viteri, vetëm me këshirën dyshka shqip prej Shqipërisë. Elme, vitet 90 që i blokun me televizione, me radio në atë kohë të okupimit, me shka për shembull ke përjetu të vitin e ri, me troka, me kaseta, me humore, hajde përshkruaj pak. Po zakonisht në vitet 90 kena qenë në fshatin Dabishec, edhe atje që ashtu u mënojsh me qysh me danë të jena i qetë shumë që tha dhe doktori, i qetë shumë sa manat me zonë Shqipnin me nguhe, u konë interesant, u bëshme një me bashk, atër u konë një me fukaralla ka pas, po ka pas knasi, ka pas shpirt, ka pas zemër. To në të bëshme në periuda për shamull, një nota naj, her me kong, her me... Po prekin aj postern për nota. Po qyshje, u për thamë, shumë knasi u konë. Ta shtona janë, po qaj knasia të herit nuk është. Ato, po ma mërmenja mu tash e din tonë, veç që shukon knasia të herë, mu knasi nuk o. Sigurat herë, ato në janë. Tash so nevoj viti ri vjen, po tona e kije, për dit i kije. Për shdo dit i kije me pije, me longje, me këtë zdi qka dalën tash. Veç, a di qka o tash, një me mira që është me festu që thojnë, që vi njerës për gërbet e bonë familjarë. Po është një ria në atë kuptimin. Po, qaj është një mirë, që nuk shije një kohë gjatë, po thomë që koha bënd vetën. Emre, Ranit ka ardhë me knu kongën.